tema e jetës. Si e keni parë këtë deklaratë dhe a besoni që mund të shkojë, po themi, një banor deri në këtë nivele për të qëndruar në shtëpi? Është një rrëfim i fortë që do guxim për ta pranuar. Ishte hera parë që ai e ndante këtë histori me publikun dhe padyshim që erdhi në një moment, siç e tha dhe Egli mbrëm në prajm, shumë çudi, rastësi e fatit që ndodh një herë në vit, që një herë në jetë ndodh që kur ti bën një rrëfim për pak ditë të shpallësh edhe finalist, padyshim rrugtimi i Laertit unë e kam komentuar dhe nuk më ka pëlqyer për shumë gjëra, për shumë zgjedhje që ai ka bërë, por nuk e ul peshën e tij si lojtar, por unë do doja dhe të gjithë në komente apo dhe në sondazhe që unë kam parë do donin që të ishte Egli. Nuk e di a duhet të dyshojnë atë çfarë ai tha, se është diçka që do t'i rëndoj atij nëse do të jetë një gënjeshtër, edhe nëse është e vërtet ai tregoi që ka një guxim për të pranuar hapur abuzimin që është bërë me të, një abuzim seksual nga komshiti kur ai ka qenë në moshën 9 vjeçare, ndoshta ka dashur të tregoj që edhe kur ndodhemi edhe kur jeta na ballafaqon ose na vë në të tilla ngjarje që askujt dhe asnjë person nuk e meriton të përjetoj, ti e ke një forcë për ta kaluar dhe e ndan si një mesazh force dhe besoj që në këtë mënyrë e ka logjikuar dhe Laerti. Televotimi i finalistës së parë nuk është se kaloi pa pas debate mes Gertës dhe Rozanës, dhe ajo që publiku e pa si një, po themi, si një gjë për t'u veçuar ishte pretendimi i Gertës, e cila tha që kur ishin së bashku me Rozanën në studio, ajo mori më shumë dashuri nga publiku. A ishte ky në fakt një lloj pretendimi ndaj produksionit për të thënë që unë kisha më shumë mbështetje me televotim se sa Rozana? E vërteta është që, le të themi, Rozana nuk e shijoi shpalljen e saj si finaliste e parë. Në të kundërtën, Gerta është në të drejtën e saj për të treguar për jetimin e saj. Ajo atë tregoi, tha, unë kur u futa në studio, parë që publiku më shikonte dhe më dërgonte, le të themi, një lloj mbështetje, dhe nuk është gabim ajo që bëri Gerta. Ndoshta ka qenë edhe një mënyrë për të, le të themi, për të mbështetur apo për t'i dhënë zemër dhe fansave dhe mbështetësve të saj, që shiko se mua, le të themi, këtë mbështetje që ju ma keni dhënë, unë kam ndier, unë kam marr, pa diskutim që ishte një televotim i fortë, nuk e di se sa mund të ketë qenë përqindja që ka bërë diferencën, por padyshim që janë dy lideret, le të themi, e dy divaneve, Gerta në divanin e kuq dhe Rozana në divanin blu, që nga dita parë ato të dyja, le të themi, janë rivalet e vetme në atë shtëpi që kanë luftuar dhe kanë treguar një lloj, le të themi, loje midis të dyve se kush do të fitonte. Gertën e kam parë më të drejt për drejt, pa frikë dhe më e hapur për të përballur, kurse Rozana refuzoi dhe kishte frikë për të pasur një përballje kokë me kokë, që në realitet është Rozana ajo që e ka kërkuar një përballje të tillë, por e pam të gjithë që ajo zgjodhi Jozin dhe nuk zgjodhi Gertën. Për shumë prajme ka pasur një debat të ashpër dhe replika mes njëra tjetrës, mes Rozanës dhe Neda Ballukut, opinioniste të Big Brother. Si e parë, po themi, këtë debat dhe si të zhdukur Neda si opinioniste Big Brother? Ka qenë një dinamik që Rozana e ka përdorur bukur për të pasur, le të themi, një lloj konflikti apo për të ndjerë sulmuar dhe nga opinionistja Neda. Unë e kam parë Nedën shumë të pastër dhe shumë të drejtë për drejtë dhe shumë të qartë në mendimet dhe në vlerësimet që ka bërë lojës së Rozanës. Aty ku ka pasur vend për kritika për gabimet që ka bërë, ja ka thënë. Aty ku ka pasur vend për ta lavdëruar dhe për ta duar trukitur për veprime apo për sjellje që ka bërë, e ka bërë. Ka qenë dhe mendoj që është një strategji e Rozanës për të mbajtur të mbërthyer audiencën, siç ishte edhe dyshja e saj e famshme me Laertin e kafeneve se sa kanë pirë apo jo. Si jeni parë këtë Big në raport me Bigun e kaluar? Pra, duket sikur ky Big ka më shumë zhurmë në rrjete dhe shikueshmëri se ç'ishte Bigu i vitit kaluar.
Pa diskutim që shikueshmëria në platformën YouTube është goxha e rritur në krahasim me vjet. Ka më shumë, le të themi, përfshirje të emisioneve, ka më shumë përfshirje në rrjetet sociale. Çdo vit sa vjen, le të themi që nuk krahasohet me atë të kaluarin, por çdo vit dhe sa vjen ky Big Brother, le të themi, ka qenë ndryshe që nga futja e Xhesit në mënyrë të befasishme që ndryshoi lojën në mënyrë 360 gradë, askush nuk e priste, ose shumë të banorët atyre u tranzuan ujërat, le të themi, por ka qenë dhe mbetet një Big Brother që është komentuar në masë. Besoj që ka dhe një lloj rritje të shikueshmërisë edhe nga diaspora, nisur dhe nga fakti që u fut Xhesi. A besoni që do vi një moment që në të ardhmen do ketë një Big Brother që mund të thyejë rekordin e Big Brotherit kur ishte Luizelli? Po flasim për një Big Brother ku në çdo prime rrugët ishin të zbrazura. Po flasim për një Big Brother ku le të themi, një personazh si Luizi kishte për vete të gjithë shqiptarit, të gjithë shqiptarët, të gjithë ishin pro dhe mbështetën, le të themi, lojën e tij, të gjithë banorët aty brenda u dorëzuan, të vetëm kundërshtare ai kishte Oltën, krijoi dhe pati një lidhje dashurie me Kiarën që nuk është parë dhe nuk besoj që do të shihet shumë shpejt në ekranet tona. Luizi është i papërsëritshëm, nuk e di nëse do të vijë një fenomen, por fenomenet të tilla i bëjnë mirë shoqërisë tonë, pasi le të themi janë shembuj të mirë se si njeriu kur edhe ka rënë, ngrihet dhe bën për vete një audiencë të madhe. Është e njëjta gjë siç ka bërë Luizi, pa bërë dhe Xhesi, por jo në të njëjta nivele, që ka shkuar të dy tek publiku dhe tek populli, dhe të shkosh tek populli dhe tek publiku të një, le të themi, programi si Big Brother është fitoria më e madhe dhe Luizi këtë së bashku me Xhesin e kanë bërë. Regjian, shumë faleminderit për kohën dhe të uroj punë të mbarë. Faleminderit, kënaqësi. Faleminderit.